Pasoja e largimit nga udhëzimi i Allahut. Në ajetin 124 të surës Taha, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Ky ajet është një paralajmërim shumë i fuqishëm për njerëzit që largohen nga udhëzimi i Allahut fuqiplot. Fjala dhikri im në këtë ajet nënkupton Kur'anin, udhëzimin e Allahut, përkujtimin dhe lidhjen me Zotin e plot fuqishëm. Pra, kuptimi është: kush largohet nga udhëzimi i Allahut dhe nga Kurani, ai do të përjetojë një jetë të mirë, të ngushtë dhe të vështirë, për të cilën dietarët kanë thënë se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht varfëri materiale. Një njeri mund të ketë pasuri, por prap ai jeton një jetë të ngushtë shpirtërore. Kjo gjendje përfshin mungesë qetësie në zemër, ankth dhe pasiguri, zbrazti shpirtërore dhe frikë nga e ardhmja. Pra, largimi nga Allahu e ngushton zemër, edhe nëse jeta duket e mirë nga jashtë. Në ditën e gjykimit, njerëzit do të ringjallen sipas gjendjes së tyre shpirtërore. Ai që nuk e pa të vërtetën në këtë botë dhe nuk pranoi udhëzimin, do të ringjallet i verbër si pasojë e verbërisë së tij shpirtërore në këtë jetë. Por cili është shkaku i kësaj verbërie? Përgjigjen na jep ajeti 125 dhe 126 po në surën Taha, që thonë: Zoti im, pse më ringjallet të verbër, ndërsa më parë shihja? Dhe përgjigja do të jetë: sepse shenjat tona të erdhën dhe ti i harrova ato. Ky ajet na mëson se udhëzimi i Allahut është burimi i qetësisë. Pa lidhjen me Allahun, krijuesin e zemrës, zemra nuk gjen qetësi të vërtetë. Gjithashtu na mëson se problemi më i madh nuk është varfëria, por problemi më i madh është zbraztia shpirtërore. Ajeti na mëson se veprat në këtë jetë ndikojnë në gjendjen e jetës tjetër. Gjendja jonë në jetën tjetër është pasojë e zgjedhjeve dhe veprave tona në këtë jetë. Në shumë vende të botës islame, sot shohim tension shpirtëror, përçarje, padrejtësi dhe pasiguri morale. Një nga arsyet kryesore të këtyre fenomeneve është se shumë njerëz janë larguar nga parimet e Kuranit, e kanë kufizuar fen vetëm në rituale dhe në jetën e përditshme ndjekin dëshirat ose kulturat e tjera. Prandaj, shoqëritë kanë pasuri, por jo qetësi, kanë teknologji, por jo stabilitet shpirtëror. Ky është një shembull i jetës së ngushtë që përmend ajeti. Ky ajet na fton që të forcojmë lidhjen me Kuranin, ta kujtojmë shpesh Allahun dhe të jetojmë sipas udhëzimit të tij. Sepse qetësia e vërtetë e zemrës vjen vetëm nga lidhja me Allahun. Jeta e qetë, e begatë dhe e lumtur është kur je i lidhur me Allahun fuqiplot. Ajeti na mëson se largimi nga Allahu sjell ngushtësi në jetë, ndërsa afërsia me të sjell dritë dhe qetësi në zemër.